ndryshe në Top Albania Radio. E çfarë këngë e jashtëzakonshme është e që të vrasin një lloj obesa. Obesa Top Fest 5. Po. Top Fest 5. Sa e saktë. Pritë se sekondë se po shoh veten për herë parë. Si rregulloj këto flokë dukesh. Këto flokë që rregulloj vetë sot. Kjo kënga mban tekstin e shokut ton Olti Curri, që japim përshëndetje dhe zemra nga studio. Po, ka tekstin Olti. Është bukur shumë. Është një nga perlat e muzikës shqiptare. I ka tekstet e bukura. Olti është i thellë drejtë. Është. Dgjoj, ai një këngë shumë mirë sepse në krijimet gjen fjalë të duhura, se shumë e rëndësishme që ti gjesh fjalë të duhura për tu kënduar. Se s'mund thua ti për shembull në një fjalë kollodoku, kështu gjërash. Ama hoçke. Këta të dy punuan bashkë në festivale dhe tani njihen për Në cilin edicion? ta fundit fare. I RTS-s? Po, i RTS-s. Se ka pa festival. Jo, një sekond. Festivale, nuk e dija që kishe punu me Oltin. Me Oltin. Po. Olti ka qenë shefi marketingut. Okay. Më saktë i rrjeteve sociale. Okej, Besa, me që jemi tek hitet, kur i dëgjon këto hitet e tua, çfarë ndjen? Çfarë mendon? Çfarë? Për shembull, unë dëgjoj që të vrasë një lloj dhe unë ja kam akoma mishin kështu pushkurit. Sa vite ka kjo kënga? 2008. 2008. Top Fest 5. 18 vjet? Gati 2 dekada, gati. Po prandaj thash në hyrje 2 dekada në skenë, more duket. Dhe Besa s'ka ndryshuar fare. Duket do të vogël. Tash ndryshime ka. Ku është ndryshimi? Jam shumë vetën time, kam qenë para kur kam qenë i kisha flokë të gjata, se si mbaj. Po sa në vërtet ke pas ndonjë flokë të gjata? Kur s'e ka patur ja fare. Mirë se ndonjëherë e kupton se është. Po thoya Besa çfarë ndjen edhe cila këngë të ka ndryshuar ty karrierën? Rrjedhën e karrierës tënde. Është pyetje shumë e mirë në fakt, po para në 2005-ën ka qenë Zonja Zotrinj. E para që sigurisht njerëzit nuk më njihin sepse unë për një kohë të caktuar për një 2 vjet, po nuk dilja si portret. Ishte vetëm një besa. Edhe doli Zonja Zotrinj. Ashtu ka qenë vërtet. Po, doli Mëngjesi imi e tij, dolën sa këngë që njerëzit po i dëgjonin, që rinia po asociohej, po nuk më njihnin për portret, se unë desha që mos të asociohesha, domethënë mos të dilja kështu a priori dhe domethënë edhe jo se kisha, sepse nuk ishte se kisha kompleks se isha vajza e babit, por që nuk desha që njerëzit më gjykonin mua në muzikë për atë që unë isha. Qartë. E kështu dhe pastaj filloi ekspozimi. Të gjitha këto këngë kanë vënë atë gurin e vet. Po kjo që vras një lloj ka qenë momenti që si thua ka qenë konsolidimi final i emrit tim në skenë. Absolutisht, po. Ka patur një këngë që nuk e prisje ti të kishte kaq shumë sukses. Kaloi, ishte over and over. Domethënë thua, wow, kjo këngë kaloi çdo imagjinat, çdo pritje. Gjithë vrasi një lloj. Poezia s'më fare. Më pëlqej kjo pyetje që kanë bërë pavarësisht e kapëm e cekëm, ku thon. Për këngën që ke bërë ti 1000 fjalë, ë? 1000 jetë. 1000 jetë, po, s'ka gjë. Për këngën që ke bërë për Bashorti. Me ti ç'ke, se e di. Po burin pra. Po mirë pra Po vetë. pse çfarë s'duhet flas? Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, çfarë s'do ta ndryshoje? Një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur 1000 herë tjera. Burrin. Faleminderit. Jo, thjesht do i gjej më Do ta përpara. regjistrojmë të, edhe mbas 10-15 vjetësh të Kur ky shoh të divorcohet. Larg qof. Se nuk vjen gjë nga goja atë më Sot amanse. Kur mbas 10 vjetësh do unë dhe Besa të dalë për dorë. Do kërkim. Pas do të motosh bashkë. Jo deri aty. Besa ëngjëjt vrasi një lloj. Po pse kjo kënga në anglisht, gjitha shqip, çfarë? Cila Born Wild? Born Wild. Jo, është dhe varianti shqipja asaj këngë, po faktikisht ajo kënga në anglisht është shkruar në fillim. Dhe është ajo kënga që kemi shkruar. E le ashtu tjetër, me që. Edhe e lashtë ishte sepse ta thash në ata që më ndjekin mua dhe plejojnë muzikën time, që paguajnë, domethënë, janë një pjesë e madhe e asaj audiencë janë të huaj. Kështu që edhe pse ky album ishte specifikisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, thash okay, le të. Se do ta bësh në anglisht këtë ti? Apo jo? Born Wild është në anglisht. Jo, si album, do ta bësh në anglisht. Jo, e kam shkruar në gjuhën që më ka
rrjedhur. Në përgjithësi Besa i përkthen nga anglishtja në shqip, siç ishte albumi i festave të fundvitit që edhe ai shumë i bukur. Ai por ai ka, do të thënë, përshtatje tekstesh ose rishkrime, por ai nuk ka, unë nuk kam shkruar gjë në kuptimin e muzikës aty, sepse ato janë këngë të njohura, këngë të njohura. Kush janë autorët e këngëve të albumit të ri? Jo, ishte ti e gjitha. Pra bashkëpunëtor? Bashkëpunëtor. Unë kam punuar me janë 2 djemë të rinj, Cryjacks, quhen, që unë me ta kam dhe projekte të tjera elektronike, ata kanë një audiencë shumë të madhe të huaj, në fakt, në Shqipëri ndoshta nuk janë. Janë francez? Jo, janë shqiptar. Shqiptar. Cryjacks janë shqiptar, Marin Hoxha është shqiptar, po kështu e kanë emrin e grupit të tyre. Ata bëjnë evente edhe në Shqipëri, po bëjnë evente edhe, do të thënë një nga eventet për shkak ka qenë Paris. I Cryjacks, po, janë fantastik. Super. Dhe unë albumin e kam incizuar live. Pra ka qenë Hector Duri bas, ka qenë për të hapi sekonda emra të mos ka bërë. Arian Gjinci gitarë. Piano. Ariani gitarë, jo? Jo, sepse ka qenë Ervin Telo, sepse ka qenë kitarë akustike. Dhe Tip Flamenco, dhe ka qenë Ervin po. Ervini, dhe sigurisht ka qenë i përfshirë edhe Aliasi në Francë. Do me thënë, e kam realizuar kryesisht me instrumentist, dhe me djemt me Cryjacks dhe super bukur ai. Është live, është Hector Duri aty mjeshtri basit. Hector Duri është thjesht Hector Duri që vjen në incizim dhe vjen domethënë me partiturat e shkruara, incizimi që domethënë jemi kështu. Gati. Bam. Domethënë edhe pse e njeh dhe ke punuar me vite, prap të surprizojnë çfarë. Janë profesionist vërtet. Ta pyesim që tani Besën të marrim çik festën dhe neve shkojmë pas martese, a është Besa tani ndjehesh tani si nuse e re, nuk e di, çohesh në mëngjes i bën kafe nga këto vezë zier, kafe. Pse gatuan, ditë gatuash? Unë në fakt ditë gatuaj, por mëngjesin sigurisht e bëjmë kryesisht e bëjmë vet. Po. Patjetër që kryesisht e bëj unë, por ma bën dhe ai, sepse këto ditë për shkak kam qenë smur, ma bën ai. Është kujdes është. Sa fëmijë do bësh Besë? Tash unë Salsano me thënë drejtën me ëndrat e mia të jetës, nuk e di pse, kam pasur të bëj 4 fëmijë. 4 fëmijë. Tani që shikoj që të gjithë janë duke bërë 1. Edhe tani unë do them do të bëj 3. Jo, tani them, shiko. Edhe një nuk e skeq. Ta din diçka, ta din diçka. Na pyet. Edhe nëse nuk bën, nuk e ka dish. Ore ti. O Besa po atë ka ndryshuar jeta, se thonë u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe, do i përjetosh ndryshe. A ka ndryshuar jeta? Jeta ndryshon që në momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Ashtu. Pastaj pjesa e martesës së kështu, unë mendoj se ajo që të ndryshon prej vërteti është që kur ke zënka ose po themi mos përputhje mendimesh në diçkaje, thjesht mendësia në të cilën futesh në zënkë është e ndryshme. Sepse njerëzit unë për shembull jam nga ata njerëz që mendoj se nuk është njësoj ti jesh i pamartuar dhe i martuar. Sepse unë mendoj që vendosmëria që ti ke për të futur në martesë, gatishmëria që ti ke për të futur në martesë, tregon nivelin e angazhimit tënd. Dhe seriozitetit tënd për atë marrëdhënie. Sepse kur ti nuk e merr atë angazhim, brenda vetes tënde, diku thellë brenda vetes tënde ti e ke një këmbë jashtë. Ose e ke nuk i gjykoj askën të tjerë të cilët do të mendojnë kështu, sikur mund të vogël në dyshje nëse ke ti prap je me një këmbë jashtë. E ke në xhep mundësinë për të dalë në çdo moment. E kuptoj. Në një farë mënyre ose në një tjetër. Dhe në momentin që ti thua, jo, unë dua të jem këtu me të gjitha këmbët që na ka dhënë Zoti. Pra kjo është një nga gjërat. Gjashtë këmbë aty brenda. Pra kjo është një nga gjërat që ka mësuar martesa, Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia. Se për ndryshe gjej vend e futur. Jo, ne në fakt për këtë gjë në fakt patëm diskutime edhe një diskutim dje se unë e marr shumë personale. Unë kur i shkruaj këngët vet sidomos, e kam shumë personale që se të s'pëlqen kënga ime. Do të thënë, nuk e kam personale nëse s'të pëlqen ty, po nëse si pëlqen burrit tim, unë mërzitem. Si e ka emrin burri? Tedi. Atëherë Tedi do thotë, pëlqen kjo kënga? Edhe Tedi thotë, çfarë? Shumë e bukur. Jo, është tani edhe ky diskutimi ishte dje dhe unë sigurisht u mërzita, sepse ishte ky diskutimi që unë po shikonim klipet që po montonim etj dhe kthehet dhe më thotë, dëgjoj,
ti nuk më dëgjove. Unë për filan këngë kisha një mendim kështu. S'e kisha një mendim. Filloi. Po më duket bukur. Jo, këto janë gjëra krejt normale sepse ndërkohë patjetër. Ne për më të mirën tënde për perfeksionin. Po, dhe ai thotë që po shiko, po sepse unë them që duhet jetë kështu sepse kjo ty mund të bëj mirë kështu, jo, mua pëlqen kështu. Mirë, rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel. Rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel. Je ti xheloze, Beca? Po. Po, ha? Po. Jesa, pse? Po pse? Unë po desha zemër jam xheloze. Është ti xheloz? Shumë. Jo. Do me thënë, jo se nuk është, por është pak më i përmbajtur në shfaqjen e saj. Do të thonë ti je smur nga xhelozia, ai nuk është i smur. Jo, nuk jam e smur. Nuk je smur, okay. Por jam vigjilente. Ko tani, duke i gjetë fjalët kështu, je pra xheloze dhe je. Ik tash e varo. Ti mos bëj kështu ti, se edhe ti. Sepse shikoj, jo, nga që shikoj. Nuk jam xheloze. Po. Jo se kur do të mund të Jo se kur thon, për shembull, e smur nga xhelozia, pastaj shikoj sa njerëz që kanë, do të thënë, ka raste, se unë shikoj shumë nga këto dokumentare kështu, shef sa njerëz thua, jo, unë se kam fare. Unë se kam xheloze fare. Ja për shembull ti a di kodin e telefonit aty? Të dy e kemi fytyrën e njëri tjetrit. Të dy? Po. Do me thënë shumë xheloze. Jo, nuk është për shkak të xhelozisë kjo. Është për shkak të e më prakticitetit, nevojës, prakticitetit dhe transparencës. Ka raste që unë i them shpirt, merr çik telefonin tim, të lutem, mund të shkruash filanit sepse unë jam duke rregulluar diçka. Mund të shkruash filanit shumë kështu. Okej. E kuptoj, unë nuk e bëj këtë gjë, as gruaja ime nuk e bën këtë. As ne nuk e bëjmë këtë gjë, po. Këndon në shtëpi tani që je martuar për shembull. Këndoj, ka raste që këndoj edhe bashorti im kthehet, harroja që diet këndoj. Ishte këngëtar. Sa i lezet. A tu a do friends fakt të fitet pa nivel se ka publicitet? Po sa kishe një pyetje të bukur me sa. Po baje, sikur ti ke publicitet.